Zoti Kliçi ju ndoqa me vëmendje, edhe turizmi është çështje me shumë rëndësi. Është ndër ato sektor të cilët janë sot motor i zhvillimit të qëndrueshëm të Shqipërisë sonë, dhe sa i përket turizmit, si histori tepër e suksesshme e ekonomisë shqiptare, sepse për ne 5 gjëra i ka sjell turizmi. Në Shqipëri sot, krahasuar me vitin 2013, kemi diku më shumë se 4 herë më shumë turista se sa kishim në vitin 2013. Nëse bashkë me vëllezërit tanë kosovar dhe ata të Maqedonisë Veriut apo të Preshevës bëshin diku ke 3 milion turist, në vitin e kaluar shënuam mbi 12 milion. E dyta, turizmi, zoti Kliçi, sjell më shumë punë. Sot, numri të punësuarve në sektorin e turizmit, patjetër. E treta, sjell më shumë të ardhura, e katërta sjell më shumë mirëqenie, dhe e pesta, për ata që bërtasin po ikin, sot Shqipëria ka një ofertë për diasporën për të rikthyer. Paketa e maleve, apo dyfisho biznesin tënd, janë mundësi reale të cilat shumë vëllezër e motra shqiptar diasporës po i përdori. Tani, me qenë se hyra ke ky krahasimi i pa krahasueshëm në fakt në shifra dhe si ta doni ju me 2013. Kemi gjetur një prodhim të brendshëm bruto më pak se 10 miliard, në fakt për qenë korrekt 9.5 miliard në 2013. Jemi sot 27 miliard, nuk gjet dot një vend tjetër në Ballkanin Perëndimor, jo, po dhe më gjërë se kaq, që ta ketë trefishuar ekonominë e vet brenda kësaj kohe. Dhe ky është arsyeja sepse ekonomia shqiptare sot, krahasuar me të 5 ekonomitë e tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe përtej kësaj, nëse doni ju, ka nga Moody's vlerësimin BA3, që është perspektive qëndrueshme, dhe BB, po perspektive qëndrueshme nga Standard & Poor's. Ekonomia që sot ka notën më të mirë sa i përket 2 agjensive më të vlerësuara të vlerësimit të ekonomisë, Standard & Poor's dhe Moody's. Dhe ne kemi një parashikim me rritje për 3.5%, e që unë sot këtu, edhe si kryetari i Shumicës, dua të shpreh pritshmërinë për një sezon shumë më të mirë turistik sa i vjetshmi, për shkak se numrat që e falenderoj ministrin për turizmin mi ofroi, numrat për këtë sezon turistik duket se janë pritshëm më të mirë se vjet. Kemi në Golem të paktën, ku jam informuar nga operatorët, një rritje më të mirë se e vjetshmja. Jemi diku ke 60% të rezervimet të plota për ato që punojnë me operatorët, dhe ndërkohë që një pjesë e operatorëve tanë, pra ofruesve tanë shërbime turistike, nuk i japin paketat sepse i ruajnë për të në atë, le të themi, në atë shitjen me pakicë, që do të thotë që Shqipëria pret një sezon turistik, ku mesazhi që duhet japi Kuvendi i Shqipërisë, një mesazh që e presin gjithë ata që jetojnë me turizmin, dhe mesazhi duhet jetë një mesazh mbështetje, një mesazh që të dënoj ngjarjet e dhunës. Kush mendon që mund të dëmtojë ekonominë e vendit duke djegur, duke sulmuar godina me molotov, duhet kuptoj që dëmton ekonominë e shqiptarëve, dëmton ekonominë e turizmit. Ne presim një rritje tjetër të prodhimit brendshëm bruto,
që është ekonomia e shqiptarëve. Nëse sot jemi 27 miliard, në vitin 2030 ekonomia jonë do tjetë mbi 35 miliard euro. Dhe është i fakt që në fakt duhet edhe ta themi dhe ta pranojmë që kjo është ekonomia në letra. Ndërkohë që e dim shumë mirë që ende kemi një pjesë të ekonomisë që qarkullon përtej dhe është një normë e caktuar kudo në ekonomitë botërore, që unë mendoj që ekonomia jonë është përtej 40 miliard euro, ose do tjetë përtej 40 miliard euro. Dhe për të kthyer tek turizmi, se ju dëgjova me vëmendje, ju jeni djalë i studiuar jashtë, edhe që keni mundësi dhe të lëvizni. Po mirë, përse Porto Montenegro apo Korfuzi duhet i kenë këto porte turistike, ne s'duhet i kemi. Sepse ne s'duhet i kemi, ju kur ishit ju s'donit fare. Ju nuk lejonit fare, as varkat lëviznin në det, ishte një mendësie dikujt që vinte nga një zonë që nuk kishte det, dhe pa dyshim që nuk i donit varkat, e keni fobi varkën, edhe pse vetë lëvizte me vark, edhe shijonte Bregdet në Jonit, pa dyshim. Por, të Jonit e Vila e Didi, Kloso. Kështu që në këtë këndvështrim, unë mendoj që ju duhet i mbështesni porte turistike, lërini këto mendësit e varkëtarit të varkës Enverit, mire ka Klosi, por e janë tek normat e reja, standardet e reja, dhe Shqipëria sot është një konkurent në tregun rajonal të turizmit. Nëse dikur nuk ishim fare në hartën e turizmit, sot ne konkurojmë. Rekordet në investimet e huaja direkte po tregojnë besimin e investitorëve ndërkombëtar, veçanërisht në sektorin e turizmit. Bani mend kur keni ikur në 2013-ën, nuk flitej më për branden turizëm se s'kishte. Sot vetëm kompania ndër më të mëdhat në botë dhe më e madhja në Spanjë, Melia, ka dhënë ose ka kontraktuar më shumë se 20 hotele brand name në Shqipëri. Vetëm një prej operatorëve. Dhe ndërkohë që Radisson Blu, Hilton, Park Hyatt e të tjerë, o i kanë ngritur, ose janë në proces kontraktimi. Ky është turizmi të cilin duhet ta mbështesim. Turizmi, ju thash, është motori më i madh i ekonomisë. E dini ju që nga turizmi ekonomia jonë ka marrë 5.4 miliard euro vetëm vitin e kaluar. 5.4 miliard. Domethënë, diku më shumë se gjysma e GDP-s që kishit ju në kohën tuaj, ne e marrim sot vetëm nga turizmi. Dhe rritja ekonomike, pa dyshim, edhe rritja që vjen nga turizmi, edhe të ardhurat të mëdha që vjen nga turizmi, po shkojnë jo vetëm për familjet që jetojnë nga turizmi, por natyrshëm që rritja të ardhurat na ka krijuar mundësinë edhe të rrisim pagat në sektorin shtetëror, po mbi të gjitha të çojmë më shumë para për ata që janë edhe pjesa më për zemër jona, pensionistët. Dhe është fakt që sot qeveria e Edi Ramës bën dhe transfertën më të madhe sa i përket mbështetjes së skemës së pensioneve, se po të hyj pastaj të flas se si e gjetëm skemën e pensioneve, në kohën tuaj ju e dini fare mirë që nëse ne nuk do të ishim marrë përgjegjësinë e madhe që rrisim vendin 2013-ën, në 1 janar 2014, ky vend nuk do të kishte mundësi të shpërndante pensione. Kjo është diferenca jonë, ju qeshni se për këtë ju paguajmë. Faleminderit. Zoti Këlliçi për replikë.